Sot me dhe mbi të gjitha, na i sqaro pak, ky Jared Kushner, a ka ardhur në Shqipëri? Jo, nuk ka ardhur. E ke të sigurt se... Po tani nga informacionet që kemi, nga familjet që kemi, jo nuk kam folur akoma me Ivankën. Në momentin që do të flas do të njoftoj. Dhe ti mund të vazhdosh tentativën për informacion në Jared, sepse pjesa, shiko, ne themi me shaka, po është shumë e rëndësishme si element, se Jared Kushner është i angazhuar politikisht. Absolutisht. Është i dërguar dhe posaçëm në diskutimin. Kurse Ivanka Trump, edhe pse është vajza e presidentit, nuk ka sot siç kishte në mandatin e parë ndonjë funksion politik. Pra, vizita e Ivanka Trump sot në Shqipëri është totalisht ekonomike. Pra, nuk ka lidhje me pjesën duhet ta shohim në mbështetje ndaj Shqipërisë, ndaj Edi Ramës, ndaj opozitës apo gjithçka tjetër, nuk ka lidhje fare. Ajo ka ardhur në Shqipëri për shkak të apo biznes. Bregdeti shqiptar dhe jo vetëm për Ivanka Trump ka qenë destinacion të paktën në po të them në 5 vitet e fundit mund të ketë ardhur 50 herë. Po ta jap në mënyrë metaforike. Dhe në rastin konkret bëhet fjalë për një investim që është një gjë e mirë dhe shqyrë që në Shqipëri të vinë investime ku ka protagonist investitor amerikan apo me një reputacion të tillë si Ivanka Trump, sepse deri sot kemi parë që Bregdeti shqiptar është jo vetëm kanë çibanët është e shqetësuar. Pra, kjo pjesa, por ama është në kontekstin ekonomik. Pra, nuk ka asnjë lidhje as me këtë Davosin e famshëm, as me bordin e paqes dhe as me linjat politike aktuale amerikane në raport me qeverinë shqiptare. Po çfarë ishte pra që sa herë ka ardhur në ato 50 herë që thuat ti, se sigurisht janë më pak. Mund të jetë janë më pak, normal. Sa herë që ka ardhur, është marrë vesh që ka ardhur pasi ka ikur. Pra, ajo me një foto inkognito. Ndërsa sot PR-i paparac ishte organizuar në mënyrën ka qenë të angazhuar për çdo jo vetëm, po sot agjenci lajmesh, nga ato që konsiderohen edhe serioze, ende sot e kanë kryetitull Jared Kushner bërim në Tiranë. Ndërkohë që e kanë kryetitull, vetëm një moment se le të pyesim Trumpin, më kemi dërguar Ambrozia Metën ton në Davos dhe pyeti Trumpin, i tha dhëndrin more kur e ke. Ja përgjigjja e Trumpit. Dëgjoni pak këtu katrën. Dhe në këtë mënyrë, duke pasur krisin, ne mund të nxjerrim më tepër naftë dhe gaz se që mund të kemi nxjerrë më përpara. Dhe do të dalim shumë herë më mirë në Venezuelë. Vendi është plot me personat zgjuar, kem Jaredin këtu. Kur të kthehem, me siguri do të ketë persona edhe të mërzitur të cilët do t'ju mbetet merak që nuk ja u thash emrin. Megjithatë ka dhe plot persona të tjerë bashkëpunues në mbar botën me të cilët komunikoj shumë mirë, s'po e zjas më shumë se do ri gjithë ditën duke përmendur ata. Çfarë ka Andi? Duket ishte klip pasi përmendi emrat me radhë që ndodheshin atje. Nuk e dëgjoj. Jo, e ngritin apel, e bëri apelin, ishte prezenca e Jaredit. Pra, rëndësia e kësaj se nesër se mund të luhet edhe me pjesën. Shiko, erdhi Ivanka tani mediat u morën jo por nuk ka ardhur Jaredi. Prandaj theksova edhe në kryet herës rëndësinë e kësaj vizite dhe ardhjes së Jaredit me një agjendë deri diku politike dhe shtetërore amerikane dhe ardhja e Ivanka Trumpit si në rastin konkret me një agjendë totalisht biznesi privat, me një grup arkitektësh për të lançuar dhe për të bërë projektin për zhvillimin e projektit të tyre në zonën e Zvërnetit. Çdo projekt dhe biznes në jug është i mirëseardhur. Po patjetër. Aq më tepër ka shumë para për të investuar. Dakor? Thjesht e rëndësishme është që mos përdoren Shiko, unë enkas po them, nuk dua të hyj dhe unë dhe të konsumohem në, po themi, në ingrenazhet e propagandës edhe të PR-it, sepse sot gjatë gjithë ditës unë prandaj thash agjenci serioze, agjenci edhe me logo ndërkombëtare, të cilat vazhdojnë